Shqiptari Dritan Gjika është një nga figurat më të mëdha të mafias shqiptare në Ekuador. Ai krijoi lidhje për trafikimin e drogës në Evropë dhe pastrimin e parave. Kapi i tij më 26 maj 2025 në Emiratet e Bashkuara Arabe konsiderohet si një nga goditjet ndaj krimit të organizuar. Gjika kishte 2 njoftime të kuqe të Interpolit dhe rrjeti i tij, që i atribuohet klanit familjar Balkan Kompania Belo, përfshinte menaxhimin, logjistikën dhe bashkëpunëtor të përfshirë në pastrim parash dhe dërgesa kokaine. Një nga partnerët e tij kryesor ishte kosovari Remzi Azemi, i huaj u emërua si i dyshuar për vrasjet e një shqiptari dhe një malazezi përkatësisht në vitet 2017 dhe 2018. Azemi u kap në Maqedoni në vitin 2023 me anë të një njoftimi të kuq të lëshuar kundër tij për vrasjen e 2 fisht të vitit 2018 në lagjen Casas Vielas në Guayaquil. Prandaj, ai duhet të ekstradojë në vend për të zbatuar një urdhër paraburgimi parandalues kundër tij. Nuk dihej publikisht nëse ai kishte mbërritur në Ekuador, por në prill të vitit 2024, avokati i tij njoftoi vdekjen e 42 vjeçarit kosovar nga një atak në zemër për shkak të dështimit të frymarrjes, ndërsa ai ishte në shtëpinë e tij në qendër në Guayaquil. 4 vjet më parë, në vitin 2014, ai u identifikua si kreu i trafikut të drogës për mafian shqiptare. Hetimi çoi në arrestimin e tij dhe më pas ai u lirua. Që nga viti 2017 janë raportuar të paktën 6 incidente të dhunshme, në të cilat sipas hetimeve, antarët e këtij rrjeti droge që kanë mbërritur në vend janë të lidhur. Antarët e mafias shqiptare të vrarë në Guayas dhe marrëdhënia e tyre. Një nga shqiptarët e parë të vrarë në Guayaquil ishte Ilir Hidri në vitin 2017, persona me pagese që luan për vdekje, ndërsa ai ecte përgjatë rrugës së 36 midis C dhe CH. Hetimet përcaktuan se Hidri ishte pjesë e mafias shqiptare e përkushtuar ndaj trafikut të drogës. Policia përcaktoi se një antar tjetër i njëjtit rrjet, Azemi Remzi, kishte qenë truri pas sekuestrimit të pronës së viktimës. Ky rast çoi në identifikimin e një gruaje si bashkautore, e cila arriti të arratiset, dhe arrestimin e shqiptarëve të tjerë, Teresa Adriatik dhe Shefit Zaneti, për posedim të paligjshëm të armëve. Në vitin 2020, në një tjetër operacion të rrem policor, shqiptarja Teresa Adriatiku u vra në dhomën e ndenjës së shtëpisë së saj në një zonë private banimi në Sambo Borodon. Vrasësit me pagesë përdorën armë të gjatë dhe krimi, sipas policisë, ishte hakmarrje për trafikimin e drogës. 6 persona u arrestuan për fshirë të afërmit e shqiptarit. Atë vit, u vra edhe 56 vjeçari shqiptar Sasa Spacic. Ai ndodhej në një qendër tregtare, kur u qellua me armë zjarri. Në shtëpinë e tij policia gjeti para dhe dokumente që lidheshin me eksportin. Në vitin 2022 dhe 2023, 2 shqiptar të tjerë u qelluan për vdekje. Njëri nga rastet ishte në një restorant dhe tjetri jashtë spitalit në Guayaquil. Krimet nxorën në palë lidhjet me mafian shqiptare. Gjatë hetimit, prokuroria nxorri informacione nga telefonata që dyshohet se u zbuluan biseda që lidheshin me mbledhjen e parave, transportimin e drogës dhe të tjera. Rrethat shoqërore dhe mbërritja e mafias shqiptare në Ekuador. Prania e antarëve të mafias shqiptare në Ekuador u ekspozua për vrasjet që kanë ndodhur që nga viti 2017. Megjithatë, policia i kishte vënë në shënjestër trafikantët e drogës shumë kohë më parë. Ekuavisa foli me një oficer policie, i cili tha se shqiptarët kishin bërë udhëtime të herpashershme në vend që nga viti 2004. Mbërritjet e tyre ishin për të konfirmuar blerjen dhe sekuestrimin e drogës. Pastaj shkuan në Kolumbi, deri në 2009 ata filluan të vendosen në Ekuador. Shembull për këtë është Dritan Gjika. Sipas studiuesit, shqiptarët e pan lehtësinë e migrimit në vend, klimën, madje edhe mungesën e mbikëqyrjes nga bankat dhe subjektet e tjera si mundësi për të filluar biznese. Kështu ata arritën të ndërtonin fasadën e biznesit të tyre. Gjika themeloi një duzinë kompanish që lidheshin me ndërtimin, eksportin, bujqësinë ndër të tjera. Oficeri tha se nën maskën e tregtarëve, shqiptarët filluan të shoqëroheshin me biznesmen, personel ushtarak, politikan, oficer policie, prokuror, gjyqtar dhe njerëz me ndikim në Ekuador. Në sferën sentimentale, ato po kërkonin kandidate për mbretëresha bukurie si të dashura. Ata u bën gjithashtu bamirës të disa institucioneve. Sponsorizonin turne volejbolli dhe futbolli, si dhe ngjarje lokale për të bërë pjesë e komunitetit, si sipërmarrës bananeje. Tani që kishin fuqinë blerëse, shqiptarët investuan në ferma të kërkalecave dhe biznese të tjera. Për të fshehur, ata filluan të përdornin njerëz në front. Lidhur me Dritan Gjikën, i cili mund të ekstradohet në Ekuador, ka njerëz më të fuqishëm, paralajmëroi oficeri. Gjika do të ishte vetëm një pjesë e mafias shqiptare në rajon. Eksperti i sigurisë Kleber Carrion tha se mafia shqiptare është në një nivel tjetër. Ai tha se ata kanë shumë para dhe shumë kohë në tregun ilegal. Carrion shpjegoi se fuqia e paras i ka lejuar shqiptarët të kalojnë nga klasa e mesme e ulët në nivelet e larta. Kështu ata kanë siguruar kontakte edhe në qarqet politike.
Gjika është lidhur me Ruben Çerres, i vrarë në Santa Elena në 2023 në një hetim kundër Danilo C, kunatit të një ish presidenti. Për specialistin, mafia shqiptare nuk kopjon praktikat kriminale të grupeve kriminale në Amerikën Latine, por përkundrazi, përvetëson mizorinë e mafjes aziatike dhe mafjeve të tjera evropiane. Mafia shqiptare dhe lidhjet e dyshuara në policinë e Ekuador, telefonatat e shqiptarit Ilir Hidri të vrarë në 2017 dhe malazezit Fazil Kaçanić, të vrarë me gruan e tij në vitin 2018, zbuluan lidhjet e tyre me mafien shqiptare. Bisedat që të dy patën me njerëz të tjerë kishin të bënin me fluturime komerciale, dërgesa kontenjerësh me destinacion Evropën, por pati edhe komunikim me anëtarët të dyshuar të policisë kombëtare, nga të cilët ata kërkuan informacion në lidhje me një agent të caktuar. Mafia shqiptare në ato vite kërkonte kontakte në njësinë e porteve dhe aeroporteve, njësinë kundër narkotikëve dhe madje edhe në Dinased. Në imazhet që kishin në pajisjet e tyre, kishte foto të tufave me kartmonedha, armëve të zjarrit dhe thasëve të zi për jute që përmbanin drogë, imazhe brenda porteve dhe pasaportave të huaja nga Evropa lindore.